Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i dha sot lamtumirën e fundit babait të tij Haxhi Thaçit, i cili ndroi jetë të dielën më 16 mars. Sipas mediave në Kosovë, raportohet se aeroplani privat me të cilin udhëtonte Thaçi u nis nga Rotterdami në orën 8 të mëngjesit dhe mbërriti në aeroportin e Prishtinës rreth orës 10. Gjykata speciale, me argumentimin se i kishte dhënë leje që të vizitonte baban për herë të fundit në spital vetëm pak ditë para se ai të ndërronte jetë, nuk e lejoi ish-presidentin të merrte pjesë në ceremoninë e varrimit të babait të tij, që u mbajt të martën më 18 mars në varrezat e fshatit Buroj të Skënderajt. Nën masa shumë të rrepta sigurie, Thaçi takoi për herë të fundit babain e tij, Haxhi Thaçi, në spital më datë 13 mars, pas miratimit të kërkesës së avokatëve të tij nga Gjykata Speciale e Hagës. Kjo është hera e katërt që Thaçi lë burgun përkohësisht dhe kthehet në Kosovë, që prej nëntorit të vitit 2020, kur është dërguar në Hagë nën akuzën e krimeve të luftës.